Përshëndetje të gjithëve. Fundjavat gjithmonë e duan një ëmbëlsirë të lehtë dhe të thjeshtë. Keku është ideal, ndaj unë sot do përgatis një recetë keku me manafera dhe lëng portokalli. Përgatitet shpejt dhe keku del fantastik. Fillojmë me përgatitjen. I kam bërë gati të gjithë përbërësit, doja u jap edhe me gramatura, por edhe me masa guzhine. Shtojmë në tas 4 vezë. Gotat që do përdor janë të gjitha 200 ml. Një bustin vanilje, një gotë e mbushur plot me sheqer. Dhe të gjitha së bashku i përzijmë për 5 minuta derisa vezët të shkumohen. E shikoni, masa është bërë e gjitha shkum. Fillojmë të shtojmë përbërësit e tjerë. Një filxhan kafeje me vaj. Filxhani mban 50 ml. Një gotë me lëng portokalli. Janë portokallet të shtrydhura. Dhe kam mbushur një gotë. Për t'i dhënë më shumë shije, unë do t'i shtoj një paketim nga këto budingët, është buding vanilje, dhe jep aromë shumë të mirë kekut, jep edhe atë butësinë që ka pluri i budingut. Fillojmë të shtojmë pak ka pak 3 gota me miell. Shtuam një gotë miell, shtojmë një paketim fryrësi, një paket, shtojmë gotën e dytë, i kalojmë në sytë që keku të marrin vëllim. Nuk do ta përzijmë me përzierës elektrik, por me një përzierës vezësh. Gjithmonë një gotë shtohet në fund për të parë dhe konsistencën e brumit. Është një brum jo shumë i butë, por dhe jo shumë i fortë. Në tas kam manafera, i kam lënë të shkrijnë pak, i shtojmë në brum, i bëjmë një përzierje të lehtë, nuk i ngasmojmë shumë pasi ato lëshojnë ngjyrë. Kam përgatitur një formë keku perimetri së cilës është 26 cm, i kam lyer me vaj dhe pudrosur me miell, shtojmë brumin e kekut në të. Do t'i shtojmë edhe disa manafera sipër dhe direkt në furr diku te 40 minuta në 170 gradë. Gjithmonë pjekja varet edhe nga furra juaj. Dhe ja si duket keku i sapo pjekur. E kthejmë në një pjatë, gjithmonë treguesi i pjekjes së kekut është kunja e dhëmbëve. Dhe duket kaq perfekt ky kek. E prisni si të dëshironi, unë sot do ta pres në formë trekëndshi. E ndajmë në 4 pjesë dhe çdo pjesë e ndaj në 3 pjesë. Është me aromë shumë të mirë, është perfekt për fundjavë, por edhe për të shoqëruar mbas diteve kafen tuaj. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme, e thjeshtë, por e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.